transportoj recetën tjetër. Pra, për biskotat, si përbërës, ju duhen një pako biskota, pa shumë sheqer, si pas dëshirës tuaj, ara të grira, gjalp të shkrirë, 400 ml ujë, 300 gram sheqer, një majluge, limon tos ose një fet limoni dhe një vanilje. Këto përbërësit e fundit janë për sherbetin dhe pasi ti ngrohni pak biskotat në furr, do t'i sherbetosni dhe do t'i shijoni. Kalojmë tek receta e dytë. Çfarë gatuajmë tani? Makarona pene. Pene me erdhi në mend. Çdo lloj makarone mjafton që të jetë e vogël. Mjafton që të jetë e vogël, si të dëshironi ju, po flutra, po tuba, po guacka, po si të dëshironi ju, çfarë të keni ju në shtëpi. E largoj dhe e lë pak sa më njan, me pakës ujë dhe pakës vaj. Vendos edhe që mos të kem, ja. Marr gjalpin. Të do jenë në furrë dhe makarona apo në tenxhere? Në furrë, sufle. Në furrë kemi sufle. Makarona sufle, që paraprakisht i kemi zier makaronat në 1 minutash më të pakët, se sa që shledzon për shkrimi, makaronat ola. Ullë nxehtësin. Dhe tani do të tregojmë se çfarë përmban tjetër receta përveç makaronave. Ti tregojmë pak produktet në ekranin tonë të shkruara. Unë do të shtoj edhe një herë, siç kam yndyrën e largoj. Nuk do bëj bechamel. Ai është ujë? Unë kam lëngun e makaronave këtu. Lëngun e makaronave që kanë zier makaronat. Sepse i jep akoma dhe më shije. Shtojni se shten. Sikurse më pas e ndihmoj me qumësht. Del më organike. Edhe më e lehtë, se ka një se shten, për shembull. Përbërës të tjerë për sufle festive me makarona dhe gjeldeti, unë ju thash që do t'jem recetat disi më festive këtë periudhë, pra edhe tek biskotat, ta më të thjeshta për të gjitha gjendjet ekonomike të familjeve tona. Për suflen me makarona, ju nevojiten 500 gram makarona të vogla, një pako me makarona pra, mund t'jen pene të vogla, mund t'jen tuba, guacka, 8 feta gjeldeti të tymosur, 270 gram djathi verdh i grirë, 120 gram djathi bardh, speci i kuq i gririmët, një gjysmë speci, vaj ulliri, piper i zi i freskët i sapobluar, beshameli, përgatitni me qumësh 600 ml, një vezë, 4 lugë gjelle niseshte mistri, 1 lugë gjelle gjalp, krip, piper i zi, pak arë moskat dhe 70 gram djath kaçkavalle. Mbajta pak më tepër recetën e shkruar në ekran që ju të keni mundësi t'i shënoni dhe t'i fotografoni përbërësit për t'i gatuar më pas në kuzhinat tuaja. Shtoj masën e qumshit. Sërisht në nxehtësi. Ansore gjithmonë kemi kujdes, pra shtova lëngun e makaronave, edhe një herë e them sërish, e përsëris, është lidhja më organike, e ruajmë lëngun, lëngu makaronave vendos ujë, krip, sepse më duhet përshien. Vetë pastat që janë kanë një cilësi që nuk ka nevojë për vajin, por unë vendos vajin që të kem lëngun me shije. Duhet recetës. Shtoj sërisht një masë qumshi, sepse unë qumshin e kam vendosur më pak se masa e dur që kam shkruar qumësht. Qumësht ujë, vendosni më tepër. Kam djathin e bardh, djathin kaçkavall, të grirë në kubik, sikurse do shkryej gjithsesi. Mishin e gjelit mund ta keni në fileto, mund ta keni të prerë sërish në kubik, një speci kuq, veza që më duhet për të lidhur më mirë masën e sufles, djathin e bardh, kripa dhe ar myshk, ar moskat apo kozani, krokus kozani. Shoh që është një masë
e duhur, por dua që të kem tjetë Me plot. Tjetë e plot edhe faktikisht makaronat të nëtojnë atë, të kenë djatën, kenë prosciuton. Pra, ta përthithin atë lëngun, do t'jenë ashtu cheesy themin e atë kremin kremin e djathit. Nuk kam shtuar djathra që janë, vërtet që janë më të mirë faktikisht, që janë jo për pizza, jo për... Kam lënë një djathë të fort që të kemi mundësi që edhe kur të ftohet, të jetë e duhur. E largoj dhe do të shtoj edhe vezën. Vezën, direkt. Erëzat e tjera, që duhet këtu tjetër, është armyshku. Tani është momenti të vazhdojmë me sufle në makarona. Pasi provuam biskotat, kalojmë tani tek receta edhe njëherë do ta lexojmë. E sufles, do ta përfundojmë sepse kemi përgatitur vetëm gjysmë bechameli dhe kemi zier makaronatola. Këto tubeshkat, në tha zonja, këto të vocklat, që zjejmë për 9 minuta. Në total janë 10 minuta, ne kemi zjerë për 9, sepse pjesën tjetër po e lëmë aty në furr. Dhe do ta sjellim në formën e një sufleje festive, duke i shtuar edhe gjeldeti. Për suflen me makarona, ju duhen 500 gram makarona, 8 feta e gjeldetit të mosur, dash në feta, dash në kubik, djath i verdh i grirë, djath i bardh, spec i kuq i grirë imët, vaj ulliri, piper i zi. Bechameli me qumësht, vezë, niseshte, pra jo me miell, niseshte, pak më të lehtë, gjajp, krip, piper i zi, arë moskat dhe djath kaçkavall. Sepse ne kemi makaronat për punën e miellit, Po. Prandaj përdorim niseshten që të jetë dhe pak më e lehtë. Tani, do të bëjmë atë përzierjen e mirë të produkteve. Atëherë shtoj djathin e bardh. Edhe specin. E kuq. Sikurse edhe gjelin e detit në kubik. Mi shto pak vaj të lutem. Të lumëtora janë kështu duhet. Për një shkëlqim, për një Shtoj aromë. një mas sërish piperi. Dorezat. Speci kuq është i pak sa të ngacmoj pak ngjyrën, por edhe shijen, sepse në furr, kur e pjekim dhe në brumë për shembull, ku kemi bërë ato rolet, jep një lezet të veçantë gatimit. Tani, shtoj djathin pak në nxehtësi. Që të zbutet. Sa të filloj dhe të shkri pak. Tash është djath i fort, nuk është djath i butë. Deri sa të marri pak nxehtësinë. Fura është e parangrohur në momentin që unë hoqja biskotat. Dhe do ta shtoj këtë mas. Ja shife mos u duhet tepsi tjetër. Mos kemi tepsi të vogël, apo? Kështu duhet ke gjithaj tani që tjetë. A tjetë me trash, si shtres, e kuptoj. Ja kaq. Të lumt. Dali shumë e këndshme në fund. Gjithasin tani të beshamelit, duke kujdesur, duke e trazuar, sepse nisteshtheja e ka atë vetin që cimentoset në fund, edhe duhet trazuar mirë e mirë, që të kapi edhe vendin e vetë tek makaronat.
Nuk do, jo, nuk do, të qëndroj aty. Direkt. E shtojmë. Diqka. Una diqka. Ose merë një garuzhe më mirë, e menaxhon më mirë. Mos hap, hapim. Fellashkë, garuzhe, qepshe, sa emra që ka dhe mësuam ne këtë sezon për garuzhe. Si pas zonave, ashtu është edhe emërtimi, ishin një 10 emërtime, kemi përmendur disa herë këtë pjesë. Tani, sufleja do depërtoj të makaronat, prandaj dhe është kjo mas. Këto kokrat që të shifni janë kaçkavalli, që shtuam nga beshameli, me një seshte. Kujdesemi që do ta përzijem ne përsëri këtu, apo do ta lëm të shkoj veta vash avash në rrugën e vet? Patjetër. Ja, se ke një lugë tjetër këtu me dy. Dhe hapim rrugën, si të thuash. Gjetiu. Ne vazhdojmë me pjesën tjetër. Pra, duhet që çdo makaron të njomet me beshamelin, që të mos rrje thatë. Pak nga aroma e gjerit të detit, pak nga speci, nga ara e moskatit që është në sasinë e dur, të gjitha bashk. Si paluze duket. Edhe kremi është bërë shumë i mirë. Fantastik është bërë kremi. është më e ka difejnt nëse shteja. Tani, filloj, ja, edhe këtë. Ishte më e rëndë nëse do ta bënim një beshamel me miell gruri, është më e lehtë me një seshte, plus që më but qëndron më but. Edhe fundi fare. Ne do ta pjekim tani. Kaq ishte realizimi hapasapi. Dhe direkt, zuri vënd. Tani direkt e çojmë në furrë për të zënë vënd tamam si duhet. Pastaj do zërvënd edhe në stomak, kështu që kemi punë sot me suflen, me biskota dhe më pas do të kthehemi me një tjetër recetë. Çfarë gatuaj më pas, Albana? Mishderi është festiv. Mishderi me fruta të thata, me konjak, është festiv, është për Krishtlindje. Është për vitri, për çdo lloj feste.